Në organizimin e lidhjes së sporteve shkollore komunale në Tetov, sot në hapësirat e shkollës private Marif, u mbajt kampionati ndërkomunal i ping-pongut, ku morën pjesë nxënës të shkollave fillore nga komuna e Tetovës, Bogovinës, Bervenicës, Tearcës, Zhelinës dhe Jegunocit. Këtë për televizionin Koha e deklaroi Bujar Ibrahimi, kryetari i lidhjes së sporteve të Tetovës. Sot jemi grumbulluar këtu për të zhvilluar garat e ping-pongut. To janë gara ndërkomunale, ku përfshihen komuna e Tetovës, komuna e Bogovinës, Tearcës, Jegunovcës, Bervenicës dhe të Zhelinës. Kryesisht zhvillohet me nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Pasi fituesi i garave të sotshme do të na përfaqësojë edhe në nivel shtetëror. Këto aktivitete i organizohen lidhja sportive shkollore komunale të Tetov, gjithashtu me ndihmën edhe të komunës së Tetovës. Falenderojmë edhe shkollën Marif për këtë organizim të shkëlqyer, e cila tani më ka formuar një traditë në organizimin e sportit të ping-pongut. Organizatori për 3 vendet e para në kategorinë e djemve dhe vajzave do të ndajë diploma për suksesin e arritur në këto gara ndërkomunale të ping-pongut. Ekipet fituese do të prezantojnë komunën në garat shtetërore.